Sot ka ndëruar jetë Xhemali Dizdari në moshën 91 vjeçare. Xhemali ishte deputet i Kosovës dhe ishte pokoshtu nënshkrues i Republikës së Kosovës në kuvendin e Kaçanikut. Xhemali ishte farmacist i parë i Kosovës që me punë dhe për kushtimin e tij ishte ndër ata prijetar që dha shumë për Kosovën. Pokoshtu ishte deputet i Kosovës që me përkushtim punoi e veproi për Republikën e Kosovës, duke qenë edhe nënshkrues i Kushtetutës së Republikës së Kosovës në kuvendin e njohur të Kaçanikut, prej ku aty pastaj u detyrua për një kohë të jetë në ilegalitet dhe diku veproi për lirinë e saj. Ai ishte një advetar i përbetuar dhe veprimtar i lirisë së Kosovës. Përkushtimi i tij ishte në sferën e farmacisë, por kur nuk u ndal së punuari për Kosovën dhe lirinë e saj deri në frymën e tij të fundit. Nesër është varrimi i tij më 6 prill 2025 në varrezat e qytetit të Prizrenit. Ai do të mbahet mend si një personalitet që nderoi lirinë e Kosovës e për këtë nuk ndaloi së punuari për asnjë çast, i lehtë që joftë dhe jo i Kosovës.